Është pjesa e dytë e ndeshjes, u hec Spitali Renar Shkodër në rezultatin 2-0. Sam.
Është pjesa e dytë, vazhdon rezultati 2-0 për Spitali Renal Shkodër, ndaj ekipit të shoqatës Renal Futbolli Shkodër. Kjo është ndeshja gjysmëfinale e parë e kampionatit 5x5 Masters. Ka shënuar Oliver Pepaj për ekipin e shoqatës Renal Futbolli Shkodër, 2-1 rezultati. Ekipit të Spitalit Renal Shkodër dhe atij të shoqatës Renal Futbolli Shkodër. Ndeshja e parë gjysmëfinale e kampionatit 5x5 Masters që po zhvillohet nga shoqata Renal e Futbollit Shkodër në bashkëpunim me shoqatën Pro Sport. Hajde, ashtu. Hajde. Barazim 2-2. Oliver Pepaj. Nika. Pepaj ka shënuar 3-2. E përmbys rezultatin ekipi i shoqatës Renal Futbollit Shkodër. 3-2. 2 gola Oliver Pepaj, 1 gol Etrit Nika. Ndërkohë që për Spitalin Renal Shkodrës ka shënuar Shpëtimi Meri dhe Etfjor Pietrushi. Bravo. Vahdil Pepaj me topin në zotërim për ekipin e shoqatës Renal Futbolli Shkodër. Ka kthyer tek portieri Bujar Celufaj. Tashmë në avantazh shoqata Renale nuk nxitohet, 3-2 ullheq, ku kanë mbetur edhe 7 minuta deri në fund të ndeshjes. Shoqata Renale Futbolli Shkodër shumë pranë finales së kampionatit.
Juka. Porteri Fatos Behari ka dalë në ndihmë të skuadrës. Gjuan Juka, topi devijohet. Korner për ekipin e Spitalit Rajnal Shkodër. Jubica e kthen topin prapa tek portieri Behari. Doktor Shpëtim Emeri ka pasuar për te Kulla. Gjuan shtyll pa fat dhe ka barazuar. Ka barazuar Shpëtim Emeri. 2 gola. 2 gola për Shpëtim Emerin, kirurgun e njohur në këndeshje, gjithçka bëhet edhe më e bukur. 3-3. 3-3, një ndeshje vërtet interesante kjo, gjysmëfinalja e kampionatit 5x5 Masters që po zhvillohet prej disa muajsh nga shoqata Rajnale Futbolli Shkodër në bashkëpunim me shoqatën Pro Sport. Janë edhe pak minuta deri në fund të gjysmëfinales. Barazim 3-3. Vajdin Pepa i ka gjetur dhe ka rikthyer në avantazh ekipin e shoqatës Rajnale. 4-3. 4-3 për ekipin e shoqatës Rajnale Futbolli Shkodër. për ekipin e shoqatës Rajnale Futbolli Shkodër. Gabon Pepaj. Juka. Kulla. Ka ndërhyrë Nika, kundërshtim i shpejt. Jetë një trit Nika. Ka pasuar për Deniz Mianin që gabon në gjuhetje. Aksioni i shpejt i Spitalit Rajnal Behari. Gabon në pasim. Të pa fat. Lojtarët e ekipit të Spitalit Rajnal shtyll. Zmiani. Dhe ka shënuar super gol. Ka shënuar shoqata Rajnale gol në anë të Deniz Zmianit 5-3. Rikthen qetësinë 5-3, një gol shumë i bukur. Një gol shumë i bukur i Deniz Zmianit 5-3 për shoqatën Rajnale Futbolli Shkodër. Jubica. Shpëtim Emeri, ndërhyn Deniz Miani, rivendancore, përsëri Shpëtim Emeri. Kulla, prejtje portierit dhe ka shënuar Juka. Ka shënuar Juka 5-4. Do të ketë emocionet deri në fund kjo ndeshje gjysmëfinale 5-4 për ekipin e shoqatës Rajnal Futbolli Shkodër. 5-4. Duke leti Nikës. Juka. Pietrushi, Juka, nuk e zotron topi si duhet. Deniz Miani. Korne për ekipin e shoqatës Rajnale. Ka zëvendësim tek shoqata, largohet e Treknika në lojë Ermir Shimaj. Udhëhec 5-4 edhe 2-3 minuta deri në fund të ndeshjes. Ekipi i shoqatës Rajnale të Futbolli Shkodër shumë pranë finales. Portieri Fatos Behari me topin në duar e ka pasuar për tek Leonard Kulla. Pietrushi shumë afër golit. Shumë afër golit. Por ka ndërhyrë portieri Celufaj. 5-4 udhëhec ekipi i shoqatës Rajnale të Futbolli Shkodër, 2 gola të Oliver Pepës, 1 gol
Vajdin Pepes, një Etritnika, një Denizmiani, ndërkohë 4 golat e shënuar nga shoqata e Spitalit Rajonal Shkodër kanë për autor Shpëtimi Merin 2 gola, Edfjor Pietrushi 1 gol dhe Berim Juken 1 gol, 5-4, emocione deri në fund të ndeshjes së parë gjysmëfinalit të kampionatit 5x5 Masters që po zhvillohet prej disa muajsh në Shkodër. Hysaj, Denizmiani, përsëri Hysaj. Faul. Faul në favor të ekipit shoqatës Rajonal Futbolli Shkodër. Gjithë ekipi i Spitalit Rajonal në sulm kërkon golin e barazimit. Juka, Pietrushi. Nuk ka shkuar topi sërish tek Juka, Denizmiani. Në aksion Denizmiani. Gjutje e lehtë. Pietrushi. Behari. Juka, gjuajtje për jashtë. Hajde se është kam gjithë ishëm. Albine. Kulla. I kanë të hyrë Pepaj, dhe kanë janë corër për ekipin e Spitalit Rajonal. Juka, përsëri Kulla. Bravo, Fado! Bravo, mirë. Behari, Bravo. largon topin Shimaj. Shpëtimi Meri. Ndërhyn Pepaj, goditën nga këndi. Behari. Preket topi me dorë nga Dautovi. Vazhdon rezultati 5-4, po e drejtohemi fund ndeshjes, janë 2 minuta deri në fund të takimit. Ka shënuar Behari nga goditja e dënimit 5-5. 5-5 shënon Behari nga goditja e dënimit. Barazohet rezultati 5-5. Gjithçka e hapur sërish në këtë ndeshje, gjysmë finale. Pepaj. Hysaj. Denizmiani. Minuta e fundit e ndeshjes, barazim 5-5. Të dy skuadrat janë me 4 futbollistë, kanë dalë me karton të kuq për t'i Celufaj dhe Juka. Punësoni i shpejtë i Spitalit Rajonal Shkodër, Kulla.
Ka pritur portieri Nika. Ka ndërhyr Pepaj. Mbyllet koha rregut, do të ketë 2 shtesa nga 5 minuta deri në fundin e ndeshjes. Nëse nuk do të ketë gol, pastaj do të ketë gjytjet nga pika e bardhë e penaltive.